Shqiptarët udhëtuan më shumë gjatë vitit 2025, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, banorët mbi 15 vjeç realizuan rreth 4.5 milion udhëtime për qëllime personale dhe biznesi, duke shënuar një rritje të ndjeshme të lëvizjeve, veçanërisht jashtë Shqipërisë. Nga totali udhëtimeve, 97.6% u kryen për qëllime personale, ndërsa vetëm 2.4% për arsye biznesi. Në vend u regjistruan rreth 4.4 milion udhëtime për qëllime personale dhe afër 100.000 udhëtime biznesi. Sipas Instat, pushqimet dhe koha e lirë përbënin arsyen kryesore të udhëtimeve brenda vendit me 52.8% të totalit, ndërsa për udhëtimet jashtë Shqipërisë, motivi kryesor ishte vizitat e të afërmit dhe miqt që përbënte 52% të rasteve. Raporti tregon se udhëtimet jashtë vendit u rritën me 14.3% krahasuar me vitin 2024. Njëkohësisht është shtuar edhe përdorimi i apartamenteve me qira afatshkurtër, si Airbnb dhe 5.9%, ndërsa akomodimi në hotele u rrit me 5.6%.